ma ke bo një injektim të panevojshëm. Sidomos ka shumë vajza të reja të cilat vinë dhe dhëmbët e tyre natyral dojnë me kthy në atë artificial. Edhe kjo është një gjë e papranueshme. Nuk është se kam bë këto vetëm unë, po nashta ne jemi gjithë familja stomatolog, edhe prej babit e kam marrë gjithmonë këtë kulturë që asnjëherë mos e dëmton një dhëmb të shëndosh. Jo vetëm i imi, po edhe i pacientit. Dhe ka shumë raste të tilla të cilët ndoshta mbas 20 viteve kanë ardhur dhe kanë falendëru prindin tëm që nuk e ka bë këtë pjesë. Ndoshta këtë kulturë kemi marrë edhe ne. Mua nuk më intereson nëse unë humbi. Nuk e shikoj ndoshta një pacient vetëm si priardhje prej tij, të ardhunat prej tij. Mirë, po gjithmonë më intereson shëndeti, sepse nuk më duan ato të ardhuna në qoftë se pacienti më thret mbas 2 ditë në telefon me një disavantazh apo me një diçka që nuk i shkon ose nuk i pëlqen pacientit. Kështu që shumë shpesh ka ndodhur që kom thonë shko te shtëpia, mendoje nëse don me apliku diçka ose nëse don me rregullu dhëmbët, pastaj më u kthy në klinikë dhe me vendos bashk. Sidomos tek vajzat e reja me të vërtet ka një impakt shumë të madh nëse një profesionist ja tregon sidomos disavantazhet dhe rreziqet, sepse nëse folim për veshjen është diçka tjetër, është një diçka që ty nuk është se dëmton. Mirë po,